Mirëmëngjesi miq të respektuar. A u qut, a fjetet e a keni pushue. Tani më gjindemi herët në mëngjesin e datës 15 qershor 2015, jo, po 2025. Është ditë e diele, e pa që një vikend të mirë, të rehatshëm, qastet mira me familjar, me vizita, me dalje dikun në natyrë, apo çfarëdo që jeni. Kofshi në kujdesin e Allahut të Madhërisëm. Irani këtë ditë është në top listën e lajmeve dhe analizave gjithkund në botë, përveç tek ne në Kosovë. E gjithë bota është ngrit kundër Iranit. Nëse i bojnë ka njerë do këto organizata, nuk di, portala, i bojnë të farë lista ka njerë cilat shtete janë me këta, cilat janë me këta. Nëse e shikon mirë, një pjesë e madhe e botës është kundër Iranit. Për shkak se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli janë kundër tij, por edhe për arsye të tjera. Pse kundër Iranit? A vetëm pse është shtet islamik? Jo, ka edhe shtete tjera islamike. Bele Arabia Saudite deri para futjes së Mohammed bin Selmanit në politikë kaq fuqishëm, ka qenë shtet i cili ka pretenduar se e ka shariatin. Shariatin e ka pas edhe Sudani, ka pretendua çfarë shariati Saudie e Sudanit të tjerat, po gjithsesi njihen si vende më islamike se të tjerat. Pra, të qenurit musliman si shtet nuk është arsyeja pse një pjesë jo e vogël e botës janë kundër Iranit. Çka tjetër? Përse janë kundër Iranit atëherë? A vetëm për shkak se është Persi dhe është ajo betejë gjeokulturore midis persëve dhe arabëve? Edhe kjo nuk ekziston, sepse Irani ka qenë Persi edhe në kohën e Pahlavitëve, edhe në kohën e para vitit 1953, kur bëhet grushteti dhe vije familja e Shahit Pahlavite në pushtet. Nuk ka qenë i tillë, ka qenë Pers, pra edhe në kohën e para vitit 1953, bile është ajo marrëveshja e Teheranit e njohur pas luftës së dytë botërore, kur fillojnë të ndahen pjesët e botës sipas interesave të fuqive fituese të luftës së dytë botërore. Pra, betejë gjeokulturore midis arabëve dhe persianëve është që nga koha kur shfaqet Islami. Këtë shka po e thëm tash nuk është boshti i temës, diçka shumë interesant do të ju tregoj në këtë sabah. Megjithëse që persianët e pranojnë fenë islame, të cilën po e promovonte, po e përhapte Muhamedi a.s. i ngarkuar nga Allahu nëpërmes Xhibrilit për hapjen e këtij misioni, e kësaj feje, persianët e pranojnë fejen islame, por kur as deri në ditët e sotshme nuk kanë mujt me e pranue kulturën arabe. Pra, lufta midis persianëve dhe arabëve është luftë gjeokulturore për dominancë në botën islame. Gjithë që arabët janë sunnit në shumicë absolute, si që janë në shumicë absolute të quaj krejt muslimanët e botës, se di 10-12% të totalit të muslimanëve janë qetë, me gjithë që këne e shumicë, asnjëherë s'kan mujt me i mund persianët, me i gjunjezue. Vendet të tjera, të cilat janë islamizu, Islami jo që i ka shujtën, i ka pasuru, do të me thonë dhe ashtu është, por janë zbeh në kulturat e tyre,
në kuptim se Islami është universal. Islami nuk ndalet, e kemi thënë më shumë se njerë, në kufit nacional. Bile, në asnjë vend në Kur'an, asnjë ajet, asnjë fjalë nuk flet për përparësi nacionale, për kundërzi. I përmend kombët, i përmend kabilet, i përmend popujt e ndryshëm, por i kalon ato duke e shfaq atë universalizmin e vetë. Iranianët e pranojnë Islamin, por janë vazhdimisht në ballafaqim me kulturën islame. Me ju tregu juve këtu, po s'po du me zgjat, po kthejna në temë njëre. Me ju tregu juve se këta persianët, iranianët, pasi e pranojnë Islamin, po bile dhe pa e pranu, janë mësuesit e parë të arabëve në shkrim dhe lexim, mundi me thonë egzagerim është. Gjithashtu, me ju thonë se persianët janë ata të cilët i kanë shkruar Kutubi Sitte, janë me prejardhje persiane, iraniane. Pastaj, mos e merrni Iranin edhe atëherën në kohën që është tash, jo. Irani me një kohë Persia ka qenë deri në Athinka, ka qenë deri të kufit e Kinës. Irani për gjatë historisë ka pas problem vetëm me kombin afgan. Afganistanezët dikur kanë qenë perandori e madhe. Konkurrenti kryesor i iranianëve, i persianëve atë botë për shekujt të tërë kanë qenë afganët. Pra, iranianët janë ata të cilët i mësojnë arabët pas ardhjes së Islamit që ta fisnikrojnë kulturën, po them jo Islamin, por kulturën islame, sepse Islami si fe e ardhur prej Zotit në Kur'an, ajo ka pas nevojë për mjete për përhapjen e tij. Mjeti kryesor i përhapjes së Islamit ka qenë kultura e cila formosohet në hijen e Islamit si fe. Pra do të bërë dallimin Islami si fe, Islami si kultur dhe Islami si civilizim. E kam shpjeguar një herë më parë. A mund të besoni, edhe e treta, se baba i arabishtës Sibewayhi është persian. Sibewayhi konsiderohet koka, bërthama e gjuhës arabe si gjuhë, gramatikës arabe, e gjuhës në tërësi. Ai është Sibewayhi që ka qenë iranian. Pra, si të tillë që janë iranianët, vazhdimisht kanë qenë në një konflikt kulturor me iranianët. Megjithatë, as kjo nuk është arsyeja pse edhe arabët e vendeve të pasura me naftë, gjirit Persik, Arabia Saudite, Omani, Emiratet, Kuvajti, Bahrejni dhe Katari. 6 vende të Këshillit Mejlisut Taawun El Khaliji thuhet në gjuhën arabe, apo ai mejlisi, kuvendi i bashkëpunimit të gjirit arabik. Është një arsye tjetër pse bota është kundër Iranit momentalisht dhe pse arabët jamojnë krahun kënej jo Iranit në këtë pikë. Bile, në këtë pikë për cilën po flas, edhe Turqia konsiderohet si një vend që në këtë pikë cilën do të flas, ma shumë jaman kësaj anës kundërshtare të Iranit se Iranit, për shkak se edhe Turqia e konsideron një rival të rrezikshëm potencial Iranin. Dhe kjo u pa mas mirëti, edhe përpara, ata të cilët e kanë përsjell politikën turke Iranin, unë e pata bohat shkrimin, e pata botue që i bëjsha do shkrime dosja Iran, dosja kurde, dosja palestineze, dosja Kutsit, dosja iraniane, dosja persiane, i kam shpjegue shumë bukur edhe raportet turko-iraniane. Edhe këto është një farë beteje gjeokulturore, me gjithë që Turqit, si pasars quaj kështu, politikisht, të selgjukve, janë shumë më afër persianëve se sa iranianëve, se sa arabëve.
sepse Selgjukët kanë qenë një përzierje e persianëve me fiset të cilat kanë jetuar në Anadol. Dhe më pastaj perandëria osmane është pasardhësia e perandërisë selgjuke me malekët e të tjerë. Pra edhe Turqia e konsideron si një armik potencial apo si një konkurent aktual. Kjo u po mas mirëte pas rrëzimit të Bashar al-Assadit. Kur u rrëzu, erdh Ahmed Shar, natyrisht me ndihmën e Turqies, dhe problemin kryesor Turqia, ushtria turke në Siri, por edhe kjo ushtria e formuar e Sirijes, ushtria shtetnore, tash zyrtare, problemin kryesor e kanë pas me mbetjet, dhe e kanë hala të ridikon, me mbetjet e regjimit të Iranit. Shietët, alevitët kanë pas fuqi në Siri. Përse? Irani ka investue së paku 6 miliard dollar në vjet për Sirien. Ndihma i ka dhënë. Fi sebilillah rizalillah, me shteteve s'ka. Nuk ekziston ky term. Në të kuptimin fi sebilillah pe jap kështu më gjet natën e vorrit. Mes shteteve, shtetet nuk janë entitete në substrat, në brendësi, nuk janë shtetet cilat formohen mbi baza të frymës fetare. Feja mund të përdoret, feja mund të jetë një shah damar aty, por shtetet në fakt e kanë kuptimin e asaj filozofie përfitimesh territoriale në të cilat ligje kushtetuta, ligje në një shtet është për ruajtjen e shtetit, e strukturës, e aparaturës shtetnore nga qytetarët, dhe në botën demokratike, me atë terminologjinë demokratike, ligje përdoret edhe për ruajtjen e qytetarëve nga shteti i tyre. Pse i ka investu ato 6 miliard? Pse qënë ushtria të e ndime e sene? Për shkak të entitetit shiet aty. Bashar al-Assadit, familja Assadit, kam pas predispozita alevite. Alevitët, inshallah me nëj video tjetër kam e shpjegue, alevitët janë një, do me thënë, një format i shizmit, ka alevit edhe në aleviler, edhe në Turqi, inshallah kam e mujt me spjegu. Bile i kum pregadit materialet kush janë Durzet, kush janë Nusejritet, kush janë alevitët, kush janë shetet në Iran, shetet në Bahrein, Bahreini ka shumë sheta, shetet në Liban, qka është Hizbullahu e sene teke, i spjegoj me izin e Allahit. Dhe, kur pëlset e revolucioni antiqeveritar në vitin 2011, merë për masa drastike në 2013, Bashar al-Assadi, po humb fuqien shtetnore, kurdët JPG-ja e merë pjesën veri lindore të Siris, i vënon lirisht tuaj kufit aty, dhe burimet kryesore të naftës dhe pasuria nëntoksore kryesore e Siris është në qatë pjesën që e marrin JPG-ja. Regjimi i Damaskit mbetet me dur në gjepa, që shtoj keni ish kryeminister, me dur në gjepa të na këto e marë Prishtinën. Në i gjindur në këto situata, Irani kërkon alat, Siria më falne, dhe natyrisht alat e gjen, i përgaditën në fakt në teren, e gjen Iranin. Pse ky alatizo mes tyne, Siria ka qenë shteti i vetëm arab i cili e ka ndihmuar Iranin në luft me Irakun. Ajo kujtohet lufta 1980-1989, lufta 9-vjeçare njifët, ndovene edhe si 10 vjeçare, në cilën vdesin 1 milion njerëz, ushtar 1 milion, se thuhet se 2.5 milion njerëz janë vra, kanë luftuar 9 vjet dhe kur e kanë përfundu luftën,
as 1 milimetër, as abadani, as mabadani, nuk si kanë qenë qashtu, ndërpritet lufta, dhe arsyet e nisës asoj lufte i shpjegoj edhe këto në i herë tjetër me izën e Zotit. Gjatë qëti konflikti, me gjithë që Siria është vend arab, edhe Iraku, Siria jaman krahun Iranit. E furnizon me armë, sene, kneje, dhe Irani këto se harran natyrisht. Që ky Iran pastaj ftohet nga Bashar al-Asadi, kur Asadi e hum fuqien e vetë, ftohet edhe Rusia vje kom kryqësin bashkët babës, me ushtria aty nga viti 2015 dhe regjimi Bashar al-Asadi duke mos mujt ma kahmi amajt bie në prehrin e këtyre dy vendeve, në prehrin e Rusis ushtarakisht, në prehrin ushtarak të Rusis dhe në prehrin ekonomik dhe ideologjik të Iranit. Nga jo ko Irani u kon aty. Kur ra Bashar al-Asadi, shetet, alevetet që jenë konë pushtet e kam pas pushtetin dore sene, janë isen me livrit e sene, po i rahatun, i burgasën, disa dhe që shpo thot kjo terme, jo i vran, po i nejse. Ra dështoj Iranin në Siri, si kur dështoj në Liban, janë isen dal nga dal degzimet e Iranit, mi apakue, tani të Huthit atje, të Iraku, ai Hashd al-Shabi, është një organizat, një ushtri, brenda Irakut, e ka emnin Hashd al-Shab, që financohet dhe mos të financohet, se kjo fjalla financim është gjithmo përdorë në kuptim negativ, por që mbështetet fuqishëm nga Irani. Në përmes Hashd al-Shabit, Irani e dirigjon shumë politikën e brendshme irakiane, a ju e dini sigurisht se si pas kushtetutës së re irakiane, presidenca i takon kurdve, qeveria i takon shedve, dërsa parlamenti sunnitve. Njëjt paraforsish kështu sikur në Liban. Liban, presidenca, si pas kushtetutës që ja imponon Franca, i takon maronitve. Pra, Michel Aouni ka qenë president, parlamenti ju takon shedve, dërsa qeveria sunnitve, me pak dallim. Në Irak, qeveria ju takon shedve, është Hashd al-Shabi aty. Kjo pun. As kjo, pra nuk është arsyeja kryesore. Dhe po e them tash, arsyeja kryesore e botës, pse është kundër Iranit, është për shkak të armës bërthamore që dëshiron ta krijon Irani, uraniumit. Irani është i pasur shumë me hekur, ishet Kinës, ishet Rusis, shumë vendeve të botës, dhe me gjuhën para sa kemi mësue të lexue, aty ku ka hekur shumë, dzehja e hekurit ku është shumë, në sasi, aty ka edhe uranium. Dhe bomba atomike është arsyeja kryesore pse Izraeli është kundër Iranit. Një përgjigje vllazërore për ata të cilët jo Irani është vlla me Irakun, me këtë Izraelin, jo masi është Irani është Izraeli dhe masi është Izraeli është Irani, i bojnë dyqysh si njëjtë. O janë këto interesa shtetnore, në interesa shtetnore thash, s'ka fisabilillah, nuk ka vllaznillak, nuk ka përhatër, po janë interesat ato të cilat i majnë shtetet apo i ndajnë, i armiqsojnë shtetet. Prodhimi i bombës atomike, miq të dashur, është arsyeja kryesore pse bota perëndimore, në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli, pra edhe Turqia të ridikon, edhe vendet arabe që ja mojnë krahin botës perëndimore, është frika nga prodhimi i bombës atomike nga Irani. Dhe Irani, me që, si që spjegova në fillim, ka një substrat të thellë, një traditë të thellë
mirave vjeçare të shtetësisë, si një këmb i formum, nuk janë iranianë qysh, apet po them qysh lexojmë na këto. Une Iranin e kam vizitue, mos thëmë 10 herë. E kam shetit prej jugut ka deri të Babolsar, atje të oqeani, të ky deti Kaspik, liqeni Kaspik. E dije, thëmë Kosovar që plam. Irani e sheh kur fletti me iranian, me sen, janë një këmb i formum, kanë dalim në borni për shumë kombeve tjera brenda hemisferës islame. Megjithatë sheshaja, dy shaja që të binë sy me njëre. Embargon ekonomike e vrejnë në jetën e përditshme, makinat, shtëpia, cene, dhe e sheh një diçka të bjenë sy, janë do institucione që quhen Hosejnije. Ndërtesa, sikur teqe, nuk janë xhamia, se në xhamia falen normal që falem krejtna, bashkë pa asnjë dallim, por Hosejnijet janë si teqe, mrena janë të mushta me fotografi të të rënve, 99% të të rënve iranian në luftën me Irakun. Ata janë shuheda, shahidet e iranianve që kanë vdek në mbrojtje të atdheut të Iranit. Edhe aty knohen hat me jasine, sene, është e tepërt. Unë s'kam mujt kur me pranue atë realitet të atyre Husejnive. Këto dy dallime i kam pa. Pra, Irani nuk është qysh përshkruhat këto. Në kulturën islame, iranianët janë ata që mas shumë të i kanë dhënë kulturës islame dhe në shumë sene edhe civilizimit islam. Ky Iran me këtë potencial, natyrisht është një rrezik potencial për vendet arabe. Ata e ndjejnë vetin qështo. Edhe pse nën tavolin, se dia guxoj me thonë, mos pënanin dikush, nën tavolin vendet arabe të pasura me njaft nga një perspektiv e mbështesin Iranin, sepse e kanë si një aleat kundër Izraelit, e përdorin kundër Izraelit. Gjithsesi, një farë mishmashi aty, uraniumi. Shka është uraniumi? Shka është si bohet bota kjo bomba bërthamore, dhe tani po e spjegoj këto. Ajo që dua ta shpjegoj është terminologjia apo termi të cilën ne vazhdimisht e dëgjojmë në përditshmëritë tona, në për lajme, në për analize, pasurimi i uraniumit. Irani po punon në pasurimin e uraniumit. Irani do të ndalohet nga pasurimi i uraniumit. Shprehje kjo e përkthyer gabimisht nga gjuha angleze dhe franceze. Pasurim në gjuhën shqipe do thot me i shtu dikujna diçka. Jam pasuru me dije, pra ku mor dije më shumë. Është pasurue mas i ka shku në Gjermani, ka bo pare. Është pasurue ilegalisht, jashtëligjshëm, ka marr pare. Te rasti i pasurimit të uraniumit do të përdoret shpreha filtrimi i uraniumit, pastrimi i uraniumit. Dhe tani po e shpjegoj. Çfarë është pasurimi i uraniumit, ose filtrimi, ose pastrimi i uraniumit? Pastrimi apo pasurimi i uraniumit është themeli, gurthemeli i transformimit të zehës natyrore në mineral që përdoret për prodhimin e energjisë dhe të armëve, tashmë dihet botnisht vdekja pruse, armëve bërthamore. E kuptueshme? Pasurimi i uraniumit, pastrimi i uraniumit është gurthemeli i transformimit të zehës natyrore në mineral që përdoret për prodhimin e energjisë dhe për armët bërthamore. Ky proces i pasurimit, tash edhe unë po them pasurim, pra, por nuk ka pasurim shtim, por në fakt është pastrim, filtrim, pakim, paksim. Ky pasurim i uraniumit nuk është ajo që e përcakton natyrën paqësore ose ushtarake të programit bërthamor, por është shkalla, sasia
niveli i lartë apo jolet i pasurimit të uraniumit. Program bërthamor, pra i thuhet jo vetëm programi bërthamor për armë bërthamore, por programi bërthamor është programi i cili përdoret për prodhimin e uraniumit edhe për paqë, për nevoja paqësore, energjetike, elektrike, edhe për armë. Pasurimi i uraniumit është një ndër proceset më komplekse që mund të bëhen në këtë rrafsh. I përngjet kompleksivitetit të prodhimit të naftës në Kanada nga çmyri. Partitë e gjelbërta, lëvizjet, organizatat për mbrojtjen e ambientit janë quhe me 10 herë në demonstrata e revolta në Kanadë për me ndalue qeverinë kanadeze në prodhimin e naftës nga çmyri, sepse me mija, me 10 mija, me 100 mija hektar janë shkatërrue të e gryje çmyrin për me prodhu naftë, por Kanada është bën një ndër vendet e pasura me naftë duke e falendëruar atë industri. Andaj si ka dëgju kur popujt dhe këto partit e gjelbërta dhe bakraqe e tjera, sepse ka kështu interesin shtetnor. Pasurimi i uraniumit është kompleks, i kushtueshëm shumë dhe mund t'ja te i kaloj këtij kompleksiviteti, jo kjo e Kanadës, e çmyrit që bëhet naftë, por shndrrimi, nuk di si quhet me gjuhën profesionale, shndrrimi i ujit të detit në ujë të pijshëm është një ndër punët më të kushtueshme, më të shtrejta dhe të rënda, shndrrimi i ujit të detit në ujë të pijshëm. Për këtë arsye shumë pak shtete në botë e bojnë këtë. E bojnë vetëm ato që kanë shumë pare pasoni, sikur Emiratet e Bashkuara Arabe, e kanë paune atë vendin se çysh bëhet, diçka gjigante, veç tu jetë NASA. Është i kushtueshëm sepse heqja e kripës nga deti, nga uji i detit për me shndrua atje, i prish maqinat, i prish gypat, i njerëzit sen, thjesht është i kushtueshëm. Vetëm kjo në mujt meja ka përsye këtij kompleksivitetit të prodhimit të uraniumit. Pra, nejse, pasurimi i uraniumit është një proces shumë kompleks që merr edhe kohë shumë, edhe para shumë, edhe do ekspert. Në çka? Në rritjen e përqindjes së uraniumit 235 që njihet me shkronjën U nga xehja që nxirret prej tokës. Dhe pasi nxerret, që kjo përqindje që nxerret nga aty, më pastaj varësisht prej sasies përdoret ose në prodhimin e energjisë elektrike ose në bombën bërthamore. Pastrimi pra, filtrimi, sitja, shoshitja e xehës së uraniumit është i nevojshëm, sepse uraniumi ekziston nën tokë në forma të ndryshme, në formate të ndryshme, si guri, si dhe, si zall, nxirret prej përfundit. Por të gjitha këto forma të llojeve të uraniumit, të xehës së uraniumit që nxirret nga aty, vetëm forma e xeherorit që quhet 235 mund të përdoret për prodhimin e energjisë elektrike apo për qëllime ushtarake. Në fizik, ky lloj i uraniumit shënjohet apo quhet U-235, natyrisht bazuar në masën e tij atomike. Dhe tash ngone, gjendet në xehe vetëm në sasi vetëm 0.7%. Imagjinon, ja? Me nxerr me mijëra tonelata vetëm 0.7%, jo 7%, 0.7% e xehës së nxjerr
shndrohet në uranium. Izotopi i zakonshëm në xehën e uraniumit njihet si U-238. Atje tham 235. Tash, izotopi i tij njihet me U-238 dhe masa e tij atomike është shumë më e lartë se tjetra. Për qëllime të gjenerimit të energjisë, pastaj energjisë elektrike, përqendrimi i uraniumit 235 do të rritet në më së paku midis 3% edhe 5%. Dëgjoni, a? Tham, xehja është 0.7% uranium. Për me hinë në përdorim për prodhimin e energjisë elektrike, apo energjisë, çfarë do lloj energjie, që kjo sasi e uraniumit në xehe që të nxirret do të rritet që aty midis 3 dhe 5%. Ndërsa përqendrimi i tij për të përdorur në bomba bërthamore do të rritet në 80%. Imagjinoni, ja? Ose si quhet në gjuhën profesionale, do të arrihet pastërtia ideale për prodhimin e një arme bërthamore. E çka atëre? Çka me bëhe? Çka imi të spjegu në këto? Çka u kuptu të rritash? Tash qartësohet ma shumë. Teknikat e pasurimit apo filtrimit janë dy. Dhe këto kërkojnë që xeherori i uraniumit, i njohur si keku i verdh, të shndrohet në një gaz prej dheut, prej xehes, të shndrohet në një gaz që quhet heksafluorit. Heksafluorit. Ose në kimi njihet me emrin UF6. UF6. Dhe ky është hapi i parë për të filluar procesin e pasurimit. Me fjalë të tjera, miq, procesi i pasurimit nuk fillon derisa xeherori i uraniumit të jetë shndruar nga gjendja e ngurtë në një gjendje të gast. Dhe këtu fillon kushtueshmëria, harxhimet enorme të kohës, të parave, të teknologjisë, të njerëzve tepër ekspert. Nëse ka diçka që quhet subspecializim, doktorat subspecializim, fizikantët të cilët punojnë në këtë industri do të quhen me 10 saba, sub specializim. Do të jenë, andaj janë të pakët, andaj janë të shtrejt, andaj janë të kushtueshëm, andaj Izraeli po i vret shkencëtarët, fizikantët e Iranit që merren me prodhimin e bombës atomike. Kur uraniumi shndrohet në formën e tij të gast, procesi i dytë tash, atomet që janë më të lehta aty të uraniumit, që e 235, lëvizin shumë më shpejt se sa atomet e uraniumit 238. Njëjtë sikur ato kokërzat e zallit që kur e shoshit sit zallin, mbira hin ato shka janë ma timtat e aty jesin ato shka janë ma të trashat. Ky proces, imagjinoni, me mira tonelata dhej e zall e gudo të shtypen për me kaluen në përsita, aq të vogla sa ato nuk shihen me sy, po janë atome që shihen vetëm me ata teleskopat që vendosen aty. Mos më konë që ka shtrejt e që ka problematik e kompleks e kishbohë se cili shtet, ku nxirret ky hekuri, ku ka xehet e hekurit. Ky proces i ndarjes së kokrave të imta dhe këtyre të pak më trasha, sitja dohet të bëhet spaku 1400 herë.
për ta përfituar uraniumin 235 nga dheu dhe për ta ndarë atë nga 238. Dhe kur mrin në 235, masa atomike tani e uraniumit arrin në 3 deri në 5%. 1400 herë mas pakti do të me hije në për ato sita. Dhe nuk o site bukës e magjes tonë, po janë ato sitat të cilat bohen në një vend, pastaj shkon me një vend tjetër, me miliarda e miliarda dollar që hargjohen aty. Çka është centrifugime? Meq, njëjtë sikur me procesin e ndarjes, tani centrifugat shfrytëzohen për ndryshimet e formateve, formave, të imta, të qati zallit, ta quaj zall, të qatyre atomeve të uraniumit, ndarjen e tyre midis izotopeve të uraniumit 235 dhe uraniumit 238. Kështu, duke e pompuar uraniumin që është ndruar në gaz, shtypja e lëvizja aq e shpejt sa materien si materie të prekshme nga gjendja e ngurt do të shndrohet në gjendjen e gaz, pastaj të fillon procesi i prodhimit të atij materiali që komu përdorur në bombë atomike. Gjithsesi, gjatë këtij procesi duhet pompuar uraniumin e gaz që vijet në ato centrifugat, në ata cilindrat, gypa, cevat, edhe që mrena aty, edhe duke lëviz kështu, edhe duke u rrotulluar, nuk jam ndaj fizikanti miq, po shka kum lexua edhe nëse gabojnë terminologjia se ne, doni me ma fal, po deshta me bo një shërbim për juve, një ndarje të njohuris me juve, për me e kuptue pasurimi i uraniumit. Edhe me shoke kemi biseduar ndonjëherë, i nisur nga ajo, hina pe këshyri për analizoj sen, çka bëhet tek bëhet, i kontaktojsha me fizikanta dhe të ngjashme. Nejse, që kjo lëvizje e uraniumit në qëto cilindra, në qëto centrifugime, qaq shpejt bëhet sa e kalon edhe shpejtsin e zërit. Për të humb masa e trupit për të shndruar në diçka të gast. Dhe kjo mua diçka më asocion me melaçet. Jo që janë melaçe këto. Shiqo, a e dimi nëse melaçet janë krijuar prej dritës. Shpejtësia e dritës nuk e di sa 360 km në sekonda, nuk e di sa është. Çaq është e shpejt shpejtësia e dritës, a melaçja ka më të shpejt shpejtësien, sa më krijohet një farë përshtypje se bazuar në qetë fizik, në çdo vend ki gjithmonë melaçe. Hapësira për melaçe nuk ekziston. Ka ardhur ka shku melaçja nuk ka, sepse ajo është ndrruar në një diçka tjetër që nuk matet më me kohë. Materia dhe lëvizja e prodhon kohën. Pra koha është mjeti masës i lëvizjes së materjes. Të melaçet nuk ka materie. Tash, të që kjo puna e qëtyne uraniumeve, qa shpejt lëvizin ato, 1400 herë do të me u përpunue sa është ma e shpejt se lëvizja apo shpejtësia e zërit. Në këtë rast, kur që ato lëvizin, ato atomet ma të randa, që janë uraniumit 238, shtyhen dhe ngjiten në muret e brendshme të damarëve, të qatyre cilindrave, ndërsa ato shka janë ma të randa mbesin në mes. Qëto shka ngjiten për rreth 0.7 i tonelatave, qatë materiali shka ngjitet për rreth në qato cilindra creva, zor, që ajo përdoret për prodhimin e bombës atomike, ndërsa ajo shka mbetet në mes pak me e trash,
me trash. Ajo është shumë e vogël, do të thotë gjendja atomike përdoret për energji për nevoja paqësore. Në këtë rast, çfarë ndodh aty? Pasi të mblidhet që ajo pjesa në mur, mirët dhe futet në për ato kazanat për përdorimin tani, shndërrimin e qësaj në diçka të lëngsh. A dini meq një bombë atomike me thjeshta sa do të me pasën uranium të pastërt, do të me pasën spaku 20 kg i pasurur, i sitën, e do të me shkue në ato shka janë dishka matë mëdhaja, bërthamore, sene, kështu, deri në 42 kg. Për me e arrit qëta, qaj 1400 hershi që bohet, dohet mas pak të 7 muj. Vish qaj procesi atje. Pra merë me vjet deri sa diçka e til të arrin në 20 kg. Për këtë arsye, Irani ende nuk e ka shpall veten si poseduese e bombës bërthamore, sepse që ato 20 kg, të cilat pidohen për një bombë bërthamore, dohet me punu me vjet. Izraeli shpesh ja ka disa herë ja ka bombardue, si që ja bombardoj kësaj radhe, me aeroplane, me drone, me sene, edhe thuhet se e ka kthye 50 vjet mbrapa, një terminologi e përdorur kështu si zhargon në përshkrimin e katastrofave, se zdo me thonë se është 40-50 vjet, por ja ka dëmtue deri në përmasa sa e ka kthye thuajse në pikën zero. Megjithëse që po e lexoj dikun se ky Irani ato reaktorët bërthamor, vendet ku prodhohen çto matematika, çto mesele, çto bakraqe, më falin që po them kështu, i ka bo në tokë edhe krejt në 90 shkallë. Ka shku kështu, pastaj kështu, pastaj kështu, në mënyrë që raketat që vinë nga jashtë të mos mujnë me deportu deri atje ku dohet, dhe e dyta, Irani që to i ka përdorur deri në do të thënë, ma thellë se 110 metra. Për shka? Sepse inteligenca iraniane ka zbuluar kohë më parë se Izraeli, e mbasi edhe Amerika ndoshta, po Izraeli ka raketa, bomba të cilat mund të arrinë mas shumë të 65 metra nër tokë. Pra nuk mund mi arrit Iranit ato shka i ka atje. Gjithsesi, kjo është ajo që deshta me javë shpjegue në lidhje me atë që e quajmë ne pasurim i uraniumit. Dhe Donald Trump para pak ditësh tha, jemi në gjendje me shkue deri atje, sa askush nuk mund të imagjinoj vetëm e vetëm botën mos me e qitë në një rrezik katastrofik, dhe atë rrezik katastrofik e cilëson posedimin e Iranit me armë bërthamore. Se a do të arrin të ndalin ajo, nuk e di. Nëse do një mendimin tem, ma mërmenja se kur. Irani nuk mund të ndalet ma në këtë rrugë. Irani, Turqia nuk janë shtetet e cilat mund të shkatërrohen, vetëm me bomba atomike. Me vendos Izraeli, Amerika, doj me gjumhaz Iranin, nuk mund të ndalin në këtë proces. Dhe arsyeja e dytë është se Izraelit edhe botës perëndimore i dohet një Persi konkurente që është në betejë gjeokulturore dhe për interesat të tjera me arabët. Përndryshe arabët 330 milion do të mund të shndërroheshin në një rrezik potencial dhe aktual për Amerikën dhe botën perëndimore, po u bashkuan me gjitha të pasuri në dorë dhe me atë pozit strategjike rreth së cilës dhe për të cilën kanë luftuar të gjitha perandorit prej kohës Ademit a.s. nëse ka pas perandorit. Perandorit botnore vetveten e kanë matë fuqinë e tyre me aq sa kanë mujt me majt në dorë lindjen e mesme.
Dhe se cila perandëri në kohën e vetë, bazën e ka vendosën në lindjen e mesme, sepse kanë qenë rrugë detare aty. Edhe Aleksandri, edhe Roma, edhe perandëria bizantine, edhe Sasanidet, edhe Sumerët, edhe Mongolet, edhe krejt bota, pastaj Evropianet, si kolonizator Franca, Anglia, para tyne Holanda, Portugalia, Spanja dhe tani Amerika. Dhe kjo është arsyeja miq pse unë e them se në lindjet mesme nuk mund të ketë qetësi. Qetësia në lindjet mesme do të thotë mos ekzistimi i Izraelit aty. Mos ekzistimi i Izraelit do të thotë humbja e peshës dhe e fuqisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, një vend si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është fuqia numër 1 në botë, i duhet një Izrael aty për të mbajtur situatën nën kontroll apo kështu në këtë gjendje paqeje siç është lindja e mesme. Inshallah, në ndonjë video tjetër të radhës, ndonjë shpjegim që është në interes për të dëgjuar. Mirupafshim.